Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutura Kasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në konferencën Lennart Meri 2026 në Estoni, ku zhvilloi një takim me homologun estonez Kristjan Michel. Kreu i qeverisë estoneze rikonfirmoi mbështetjen për integrimin europian të Shqipërisë dhe vlerësoi rolin e saj në NATO. Rama shprehu admirimin për modelin estonez të zhvillimit teknologjik dhe kërkoi thedhim të bashkëpunimit mes dy vendeve. Shqipëria dhe Estonia konfirmuan forcimin e bashkëpunimit politik, teknologjik dhe euroatlantik gjatë konferencës Lennart Meri 2026, ku kryeministri Edi Rama mori pjesë i ftuar në panelin hapës kushtuar bashkëpunimit transatlantik. Në takimin me homologun estonez Kristjan Michel u theksua mbështetja e fortë e Estonisë për procesin e integrimit europian të Shqipërisë. Michel deklaroi se vendi i tij do të vijojë të mbështesë Tiranën në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian, duke nënvizuar rëndësinë e vijimit të reformave. Estonia mbështet fort zgjerimin e Bashkimit Evropian. E kemi mbështetur Shqipërinë në rrugtimin e saj drejt BE-s dhe do të vazhdojmë ta bëjmë. Vazhdoni të isni përpara me reformat. Nëse Shqipëria përmbush detyrat e saj dhe BE-ja do të bëjë të njëjtën gjë. Nga ana e tij, Rama vlerësoi zhvillimin teknologjik të Estonisë dhe e cilësoi atë si një model frymëzimi për vendet e vogla si Shqipëria. Dua thjesht t'u them qytetarëve estonezë që kemi admirim të plot për ta, sepse në vend që të vazhdojnë të jetojnë në një muze, ata kanë vendosur të jetojnë në të ardhmen. Kjo e bën Estoninë atë qytet që jeton në majë të kodrës, sidomos për një vend si Shqipëria, sepse jemi të vegjël dhe kemi nevojë për një shembull të tillë. Me ju, jo vetëm që kërkojmë bashkëpunim, por kërkojmë atë udhërrëfyes estonez. Jam shumë mirënjohës kur më thatë se jeni gati të mirëprisni njerëzit tanë, të mësojmë prej jush edhe nga ju. Jam shumë mirënjohës kur më thatë se gati të mirëprisni njerëzit tanë, të mësojnë prej jush dhe nga ajo që ju po bëni në sektorin arsimor, duke nisur nga fëmijët për t'i dhënë atyre instrument që ta çojnë vendin në një tjetër nivel. Rama u ndal edhe tek projektet e inteligjencës artificiale dhe transformimin digjital në Shqipëri, duke deklaruar se vendi synon të ndërtojë zhvillimin drejt vitit 2030 mbi inovacionin teknologjik dhe modernizimin e administratës. Ju përmendët ministren AI, jemi shumë të lumtur t'ju ja prezantojmë. Nga ana tjetër, me të drejtë përmendët që Estonia dhe Shqipëria janë shumë të bashkuara, jo vetëm nga NATO, por edhe nga refuzimi i palokundur për të mos lënë fuqitë e huaja që të minojnë mënyrën tonë të jetesës. Të vazhdojmë duke nisur që në mbylljen e kapitullit të negociatave. Në fjalën e tij, Rama përmendi gjithashtu rritjen e numrit të turistëve estonez që vizitojnë Shqipërinë, duke theksuar se vendi është kthyer në një destinacion gjithnjë më tërheqës për qytetarët e Europës Veriore. Konferenca Lennart Meri 2026 konsiderohet një nga forumet më të rëndësishme të sigurisë dhe politikës së jashtme në Europën Veriore, ku marrin pjesë lider politik, diplomat dhe ekspert ndërkombëtar. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se ka mashtruar qytetarët me projektin e ministres së inteligjencës artificiale Diella. Berisha pretendoi se një ekspert amerikan ka konstatuar se platforma nuk përmban elemente real të inteligjencës artificiale. Ai sulmoi gjithashtu presidentin Bajram Beka, kryeministrin Edi Rama dhe ish drejtoreshën e Akshit Mirlinda Karçanaj. Debati mbi projektin e inteligjencës artificiale të qeverisë është rikthyer në qendër të vëmendjes politike pasi kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi qeverinë se ka mashtruar opinionin publik me prezantimin e ministres virtuale Diella. Në një konferencë për mediat, Berisha deklaroi se një ekspert amerikan i teknologjisë, Patrick Queer, ka analizuar të dhënat e platformës dhe ka arritur në përfundimin se Diella nuk përmban asnjë komponent real të inteligjencës artificiale. Se Diella është një mashtrim dhe vetëm mashtrim, por të vjedh disa milion euro dhe asgjë tjetër, se ministra Diella nuk ka absolutisht as dhe një qelizë të vetme të urtësisë artificiale. Zero. Se është fundekrye, është një avatar pa asnjë atribut për korrupsionin, pa asnjë ndërfaqe. Berisha akuzoi drejt për drejt kryeministrin Edi Rama për manipulim të qytetarëve dhe tha se pas publikimit të këtyre pretendimeve, kreu i qeverisë dhe presidenti Bajram Begaj duhet të kishin dhënë menjëherë dorëheqjen. Pas zbulimit të këtij skandali duhet të jepte menjëherë dorëheqjen. Duhet pasonte pas tij pengu i Edi Ramës. Haram Begaj, por të lidhur në krim njëri me tjetrin, asnjëri nuk pranon të jap dorëheqjen. Dojen qytetarë shqiptar që do u tregojnë vendin këtyre mafiozëve. Gjatë deklaratës së tij, Berisha ndaloi edhe tek ish drejtoresha e Akshit Mirlinda Karçanaj, e cila aktualisht është në hetim nga SPAK për dyshime që lidhen me shkeljen e barazisë në tendera dhe përfshirjen në grup të strukturuar kriminal. Mirlinda e Akshit, një nga krerët e organizatë kriminale që Edi Rama e nxori nga arresti i shtëpisë
Jo që nuk bëri transparencë, por me qëndrimet e saj bindi çdo njeri se ajo është një hajdut e pamshirë. Nuk tha asnjë fjalë, se ajo hyri në atë apartament të blerë të ndërmjetësuar nga famozi Ergyes Agasi, që tani tha se një ka thënë atë ka thënë kam pas mirë këthe, të thoshte marrëdhënie korrekte, fare korrekte me të, si çdo punojës që ka me punojësi duhet të kesh kontakte, thoshte jam thapi. Dhe përkundrazi e ka hyrë në apartament para se të bëj pagesën, 200 metër katror. Kjo me një fëmijë. Deklaratat e Berishës vijnë në një moment kur hetimet e SPAK-ut ndaj zyrtarëve të lidhur me institucione teknologjike dhe tenderat publik vijojnë të jenë në fokus të debatit politik në vend. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufri deklaroi se Shqipëria vijon angazhimin e saj në kuadër të NATO-s dhe po investon në modernizimin e forcave të armatosura. Ai tha se vendi po forcon industrinë ushtarake dhe po merr masa për përballimin e emergjencave civile gjatë verës. Shqipëria mbetet e angazhuar në përmbushjen e detyrimeve të saj si vend antar i NATO-s, ndërsa po vijon investimet në modernizimin e ushtrisë dhe forcimin e kapaciteteve të sigurisë kombëtare. Kështu u shpreh ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi gjatë një konference për mediat. Ministri deklaroi se qeveria shqiptare po punon për zhvillimin e mëtejshëm të industrisë ushtarake vendase dhe për rritjen e kapaciteteve të forcave të armatosura në përputhje me standardet e Aleancës Atlantike. Spa është prioriteti i palëkundur i Shqipërisë një vet aleat i NATO-s. I dytë është angazhimi dhe modernizimi i forcave tona të armatosura. Marrëveshjet e fundit midis shoqërisë Kajo dhe shoqërisë Finlandiere, cili ishte një lajm i cili ishte tetë pozitiv për sa i përket fushës industrisë së Shqipërisë, si dhe e fundit si masat e ndërmarra për menaxhimin e emergjencave në prag të nisjes së sezonit veror, duke i ditur edhe impaktin që zjarret kanë dhe impaktin që katastrofat natyrore kanë në zhvillimin ditëpërditshëm të jetës qytetare. Angazhimi i mbetet i qartë, forcimi i kapaciteteve mbrojtëse, rritja e ndërpërkushmërisë me NATO dhe BE-n, si dhe përmbushja e detyrimeve tona në kuadër të sigurisë kolektive. Në këtë kontekst, forcat armatosore të Republikës së Shqipërisë mbeten një nga shtyllat themelore të sigurisë kombëtare dhe një kontribues i rëndësishëm në sigurinë rajonale dhe ndërkombëtare. Ai theksoi gjithashtu rëndësinë e mbrojtjes kibernetike duke e konsideruar atë si një nga sfidat kryesore të sigurisë moderne. Ministri nënvizoi se bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara, sidomos në fushën e komandës kibernetike, është në nivel të lartë dhe ka ndihmuar në rritjen e kapaciteteve mbrojtëse të vendit. Puna shumë e mirë, trajnimi është i vazhdueshëm, bashkëpunimi është i vazhdueshëm, bashkëpunimi që ne kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në komandën kibernetike është shumë i lartë, niveli i pajisjeve, ndarjes së know-how të informacionit shumë i madh, bashkëpunimi i përditshëm që ne kemi me ta bën që strukturat tona të jenë të gatshme të përballojnë çfarë lloj sulmi kibernetik në masën që to po ndodhin sot. Do të keni parasysh Shqipëria është target i sulmeve kibernetike çdo ditë, jo një ditë, po një ditë, po çdo ditë. Dhe kjo është e theksuar nga faktorët e lidhur me regjimin e Iranit apo me regjime të tjera që janë keqdashse ndaj Shqipërisë apo ndaj Aleancës. Deklaratat e ministrit vijnë një kohë kur siguria kibernetike dhe mbrojtja rajonale mbeten prioritete të rëndësishme për vendet anëtare të NATO-s për shkak të rritjes së tensioneve ndërkombëtare dhe sulmeve në hapësirën digjitale. Bordi i transparencës ka rishikuar çmimet tavan të karburanteve duke ulur si naftën ashtu dhe benzinën. Sipas vendimit të ri, nafta do tregtohet me 198 lekë për litër në tregun me pakicë. Ulje ka psuar dhe benzina, e cila do të shiten me 185 lekë për litër. Autoritetet thonë se ndryshimet pasqyrojnë luhatje në bursat ndërkombëtare të karburanteve. Pas disa javësh me çmime të larta, tregu i karburanteve në vend ka regjistruar një tjetër ulje. Bordi i transparencës ka vendosur të rishikojë çmimet tavan për naftën dhe benzinën, duke rikthyer tregtimin e naftës në nivelin e 200 lekëve për litër. Sipas vendimit të fundit, çmimi maksimal i naftës në tregun e pakicës është përcaktuar në 198 lekë për litër, ndërsa në tregun e shumicës do të shitet me jo më shumë se 186 lekë për litër. Ulje është vendosur edhe për benzinën. Tavani i ri i çmimit në tregun e pakicës është 185 lekë për litër, ndërsa në tregun e shumicës 173 lekë për litër. Krahasuar me vendimin e mëparshëm të bordit, të dy produktet kanë mësuar një ulje prej 2 lekësh për litër. Sipas bordit të transparencës, çmimet e reja janë përcaktuar duke reflektuar llogatjet e treqeve ndërkombëtare. Si pikë referencë për llogaritjen e çmimeve përdoret bursa e Budapestit, nga ku monitorohen zhvillimet e tregut ndërkombëtar të karburanteve. Forcat operacionale të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve zhvilluan një kontroll të papritur në paraburgimin e Durrësit, ku u gjet dhe u sekuestrua një telefon celular. Operacioni u krye në bashkëpunim me SPAK-un dhe Byron Kombëtar të Hetimit pas dyshimeve se një i paraburgosur po komunikonte me persona jashtë burgut.
Një operacion i zhvilluar nga forcat e operacionale të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve në paraburgimin e Durrësit ka çuar në sekuestrimin e një telefoni celular brenda ambienteve të sigurisë së lartë. Kontrollet janë ushtruar në Gudinën B të institucionit të vuajtjes së dënimit në bashkëpunim me Byron Kombëtar të Hetimit dhe Prokurorinë e Posaçme SPAK. Sipas autoriteteve, operacioni u ndërmor pas informacioneve se një person on hetim po komunikonte nga qelia me persona jashtë burgut, duke rrezikuar cënimin e hetimit dhe provave. Në njoftimin zyrtar, Drejtoria e Burgjeve nuk bëri publik identitetin e të paraburgosurit, por sipas të dhënave bëhet me dije se telefoni është gjetur në qelinë e shtetatit Levis Hoxha Osmani u arrestua në korrik të vitit kaluar me urdhër të SPAK-ut së bashku me vëllain e tij si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal të dyshuar për trafik dhe shpërndarje të lëndëve narkotike kryesisht në territorin e Britanisë së Madhe. Sipas autoriteteve penitenciale, kontrollet në burgje janë intensifikuar gjatë javëve të fundit me fokus për ndalimin e futjes dhe përdorimin e sendeve të ndaluara si telefona celular dhe pajisje të tjera që mund të përdoren për aktivitetet palishme apo për ndërhyrje në proceset hetimore. Forcat speciale Renea në bashkëpunim me policinë e Lezhës zhvillua një operacion të befasishëm në orët e para të mëngjesit në Mirdit pas informacioneve operative për vendodhjen e Elson Reçit, i shumë kërkuar i SPAK-ut nuk u gjet në banesë, ndërsa verifikimet zbuluan se në zonë kishte hyrë vëllai i tij dhe jo ai vetë. Një operacion i forcave speciale Renea i mbështetur nga efektiv të policisë së shtetit në qarkun e Lezhës u zhvillua në orët e para të mëngjesit të së premtes në zonën e Mirditës në kuadër të kërkimeve për kapjen e një personi të shpadur në kërkim nga drejtësia. Objekti i aksionit ishte Elson Rexhi, i cili rezultoni kërkuar nga Prokuroria e Posaçme që prej 15 maj 2024. Sipas burimeve nga hetimi, operacioni u ndërmor pas informacioneve operative që sugjeronin se ai mund të ishte futur ditët e fundit në territorin shqiptar. Forcat e rendit ushtronin kontrollet e në banesën e tij në Mirdit, si edhe në disa ambiente të tjera të dyshuara për strehim të mundshëm, por pa arritur ta lokalizojnë personin e kërkuar. Pas verifikimeve në terren u konstatua se në zonë kishte hyrë vetëm vëllai i tij dhe jo vetë Elson Rexhi, çka çoi në përfundimin se informacioni fillestar nuk ishte konfirmuar. Sipas dosjes hetimore, Rexhi akuzohet se ka siguruar kushtet dhe mjetet për një atentat me eksploziv ndaj Preng Gjinit, ngjarje ndodhur në 15 shtator 2015 në zonën e urës së Selitës në Tiranë, ku viktim mbeti plagosur pas shpërthimit të tritolit në automjet. Ai rezulton gjithashtu i lidhur familjarisht me Kasriot Reçin, i cili u vra në një atentat me snajper në janar të vitit 2020 në Reshen. Policia dhe Renea vijojnë kontrollet për verifikimin në terren, ndërsa operacioni konsiderohet pjesë e kërkimeve intensive për kapjen e personave të shpadur në kërkim nga SPAK. Raporti vjetor i Avokatit të Popullit evidenton probleme serioze në sistemin shëndetësor publik në Shqipëri. Sipas dokumentit, qytetarët përballen me pabarazi në aksesin në cilësinë e shërbimeve, mungesë barnash dhe rallë të gjata në spitale. Sistemi shëndetësor publik në vend vazhdon të përballet me vështirësi të shumta që ndikojnë drejt për drejt në cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. Në raportin vjetor të vitit 2025, Avokati i Popullit evidenton një sër problematika që lidhen me aksesin, organizimin dhe standardet e trajtimit të institucioneve shëndetësore. Sipas raportit, qytetarët hasin pabarazi reale në marrjen e shërbimit shëndetësor, ndërsa mungesat në personel, barna dhe infrastrukturë vijojnë të rëndojnë situatën në spitalet publike. Dokumenti nënvizon se në shumë raste ekziston standarde të ndryshme të trajtimit të shoqëruar me rallë të gjata. Sipas raportit, qytetarët hasin pabarazi reale në marrjen e shërbimit shëndetësor, ndërsa mungesa në personel, barna dhe infrastrukturë vijon të rëndojë situatën në spitalet publike. Dokumenti nënvizon se në shumë raste ekzistojnë standarde të ndryshme trajtimit të shoqëruara në rallë të gjata dhe mangësi organizative që kufizojnë aksesin normal të pacientëve. Një nga shqetësimet kryesore të ngritura lidhet me mungesën e barnave dhe vështirësitë për siguruar diagnozë të avancuar dhe trajtim të specializuar, sidomos për pacientët me sëmundje të rënda apo patologji të ralla. Sipas Avokatit të Popullit, këto mangësi cënojnë ushtrimin real të së drejtës por kujdes shëndetësor. Avokati i Popullit thekson se problemet nuk janë raste të izoluara, por mangësi të përsëritura në të gjithë sistemin shëndetësor. Si shembull, përmendet dhe monitorimi i kryer në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, ku janë konstatuar burokraci, pritje të gjata për pacientët, mungesë barnash dhe aksesi kufizuar në pajisje moderne diagnostikuese. Institucioni kërkon ndërhyrje më të fortë në përmirësimin e organizimit të sistemit, shtimin e investimeve dhe garantimin e një shërbimi të barabartë e cilësor për të gjithë qytetarët. Ecime të tjera zhvillime, komisionerja për zhvillim në Bashkimin Evropian Marta Kos deklaroi gjatë vizitës së saj të parë në Kosovë se Brukseli nuk ka vendosur një afat konkret për antarësimin e vendit në BE. Ajo theksoi se përparimi i Kosovës do të varet nga zbatimi i reformave dhe ecuria e dialogut me Serbinë.
Në vizitën e saj të parë zyrtare në Kosovë, që premmarrjes së detyrës si komisionere për zgjerimin në Bashkimin Evropian Marta Kos dhe një mesazh të qartë lidhur me perspektivën europiane të Prishtinës, ajo u shpreh se Kosova ka vendin e saj në Bashkimin Evropian, por nënvizoi se procesi i integrimit nuk lidhet me datat përcaktuara, por me ritmet e reformave dhe progresin në dialogun me Serbinë. Sipas saj, më të dukshme do të jenë rezultatet në forcimin e institucioneve demokratike dhe në avancimin e marrëdhënieve me Beogradin, aq më të mëdha do të jetë mundësia që Kosova të ecë drejt hapjes së negociatave për anëtarësim. Kos theksoi se Bashkimi Evropian do të vazhdojë të mbështesë Kosovën në këtë rrugtim dhe u zotua se do të punojë për afrimin gradual të saj me strukturat evropiane. Gjatë takimit në Prishtinë, Komisionerja Evropiane diskutoi me autoritetet vendese edhe për reformat që lidhen me planin e rritjes së BE-s për Ballkanin Perëndimor, në një moment kur Kosova po përgatitet për zgjedhjet e reja parlamentare. Nga ana tjetër, kryeministri Albin Kurti kërkoi që Bashkimi Evropian të ndërmarrë hapa konkrete për avancimin e statusit të Kosovës në procesin integrues, duke përfshirë dhënien e statusit kandidat për hapjen e negociatave. Kurti insistoi gjithashtu që Serbia të mbahet përgjegjëse për ngjarjet e armatosura në Banjsk, duke kërkuar reagim më të fortë nga institucionet europiane ndaj Beogradit. Këngëtari shkodran Alis ka siguruar finalen e madhe të Eurovisionit 2026 për Shqipërinë me këngën Nan. Performanca në Vjenë u prit me emocione të forta dhe reagime pozitive nga publiku. Mesazhi i këngës kushtuar mungesës së nënës preku shikuesit në sallë dhe ato para ekranit. Në finalen e së shtunës do të garojnë gjithsej 25 shtete. Eurovisioni Song Contest 2026 edhe në Shqipëri në natën finale, pasi këngëtari shkodran Alis arriti të kualifikonte me këngën Nan, pas një performanci që u vlerësua si një nga më emocionuesit e mbrëmjes gjysmëfinale në Vjenë. Interpretimi i artistit shqiptar solli në skenë një rrëfim të ndjerë për mungesën e nënës, ndërsa atmosfera intime dhe interpretimi vokal prekon publiku në sallë dhe teleshikuesit në gjithë Europën. Një nga momentet më të ndjerë të performancës ishte shfaqja në skenë e aktores së njohur shqiptare Raimonda Bulku, e cila u prezantua si figura amësore në interpretim. Prania e saj dhe gjesti simbolik drejt këngëtarit i dhan performancës një dimension dhe më emocional. Vitalis ka treguar se ideja fillesare ishte që në skenë të ishte nëna e tij, por kjo nuk u bë mundur. Ideja e parë ishte që mamaja ime të ishte në skenë, por nuk mundi të vinte. Do të isha emocionuar shumë, u shpreh këngëtari pas performancës. Në natën gjysmëfinale konkuruan artistë nga 15 shtete për të siguruar vendin në finalen më të madhe të së shtunës. Krahas Shqipërisë, në finale u kualifikua dhe Bullgaria, Shqiproja, Malta, Norvegjia, Ukraina, Republika Çeke dhe vende të tjera. Ndërkohë disa shtete si Armenia, Azerbajxhani, Letonia, Luksemburgu dhe Zvicra mbetën jashtë finales, duke mos arritur të siguronin votat e nevojshme. Eurovision Song Contest mbetet një nga ngjarjet televizive muzikore më të ndjekura në botë, me mbi 150 milion shikues çdo vit. Edicioni i këtij viti në Vjenë shënon jubileun e 70 të festivalit. Në finalin e madhe do të garojnë gjithsej 25 vende, ndërsa favoritja kryesore sipas bazave ndërkombëtare mbetet Finlanda. Shqipëria do të synojë të fitojë zemrat e publikut evropian me baladën emocionale Nan. Të nderuar teleshikues, ju njohim me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 16 maj 2026 do të karakterizohet nga moti i paqëndrueshëm me reshje shiu në të gjithë vendin dhe temperatura disi më të ulta krahasuar me ditët e mëparshme. Paraditja do të sjellë reshje të vazhdueshme shiu në shumicën e zonave, ndërsa pasditja do të mbetet me vranësira të dendura dhe reshje lokale me intensitet mesatar. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 22 gradë Celsius. Gjatë ditës priten vetëm 1 deri në 3 orë me diell. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 3 deri në 7 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar deri të lartë rreth 3 deri në 5 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:14 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:0 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 11 deri në 20 gradë Celsius, Kukës 10 deri në 20 gradë Celsius, Peshkopi 8 deri në 18 gradë Celsius, Tiranë 14 deri në 22 gradë Celsius, Durrës
15 deri në 20 gradë Celsius. Kavaj, 13 deri në 22 gradë Celsius. Elbasan, 12 deri në 22 gradë Celsius. Berat, 11 deri në 21 gradë Celsius. Korç, 7 deri në 15 gradë Celsius. Vlorë, 14 deri në 21 gradë Celsius. Gjirokastër, 11 deri në 17 gradë Celsius. Sarand, 13 deri në 19 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 16 maj 2026 do të karakterizohet nga mot kryesisht me rreshje shiu dhe vranësira gjatë gjithë ditës. Paraditja do të jetë me rreshje të her pas hershme shiu, ndërsa pasditja sjell rreshje më të shpërndara dhe më të freskët. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:05 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:58 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica, 7 deri në 15 gradë Celsius. Podujev, 7 deri në 15 gradë Celsius. Skënderaj, 8 deri në 14 gradë Celsius. Pej, 6 deri në 14 gradë Celsius. Prishtinë, 8 deri në 15 gradë Celsius. Gjakov, 9 deri në 14 gradë Celsius. Malishev, 9 deri në 14 gradë Celsius. Gjilan, 6 deri në 15 gradë Celsius. Ferizaj, 10 deri në 14 gradë Celsius. Kaçanik, 6 deri në 14 gradë Celsius. Suharek, 9 deri në 15 gradë Celsius. Prizren, 8 deri në 14 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv, mund na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita, bashkë me ne, takofshim në edicionin e ardhshëm.